Shqiptarët e mi e di që keni 35 vjetë që me 90-ën, nuk e harroj kur, 2 korriku, 3, 4, 5 dhe 7 që u hapë në ambasada, ka fjallën 90. Ikte në për Evropë, ikte djemë të rinj, mund të nxjerri regjizori, vaporët si ishin me fëmijë, skelet, sepse nenat e tyre, prindrit e tyre, i rritën fëmijët me talona, i rritën fëmijët me bukthat, ata ishin jo më tepër se 23-4 vjeç, djemë të rinj, të dopë, kocke lëkur, vajtën në Itali, italianët u hidhin bukë si qenë, rriti ushtria amerikanit. Ata sot janë bërë prindë, janë nga 60 vjetë, nga 70 vjetë, fëmijët e tyre janë nga 30 e sa vjetë, edukuar me shkollë, duan të kthehen në tokën e tyre. Pra, erdhi koha, zgjoni, erdhi koha të marrëm çamërinë e bukur dashur shqiptar. Erdhi koha të bashkohemi me fushën e bukur të Kosovës, të bashkohemi me Malezi, me princat e Malit dhe Zi që kanë luftuar me serbët, të marrëm Maqedoninë. Pse u bë thirrje shqiptarëve që në kohën e Aleksandrit dashur shqiptar janë shpërndarë në përbot. Ku s'kemi shqiptar? Vetëm në Turqi kemi 22 milion. Delegacioni që më erdhi nga Turqia, më thanë kemi 22 milion. Janë 6 organizata shqiptare në Turqi, janë pasunik dashur shqiptar. Mbi 1 milion janë pasunik, multimilionerë, që duan të vinë në tokën e tyre për të hapur tregëti, dhe vend të hapën tregëti në një vend tjetër, të hapin në tokën e stërgjyshve të tyre. Po ku s'kemi dashur shqiptar? Unë kam qenë vetë në Afganistan, në Indi, në Pakistan, në Rusi ka, në çdo vend të botës janë shqiptarë. Pra, unë kam thënë edhe them, ditën që ne me ndihmën tuaj, me ndihmën e kam fjalën, jo për vota për Pilinçi, me ndihmën tuaj që ju të zini punë, të jeni ministri. Por, kush është mi Zoti, do t'jetë tamam si në Amerikë dashur shqiptar. Je i Zoti, je ministr, bëre gabim, largohesh në atë minutë vjen tjetër, që të bëjmë zgjedhje. Deputet 80, 41 senator, Tirana nuk do ketë më tepër se 6 deputet. Tërë Amerikë ka 100 senator, dashur shqiptar. 50 shtete, 100 ka. Kurse në Shqipëri dhe Maraushka është mbushur 140, që marrën nga $7-8.000, kurse im pensionist me $10. Ja pra këta fëmijë që shihni ju, prindrit që kanë rritur këta fëmijë, të dashur shqiptar, këta fëmijë janë lakuriq që talë që italianë dhe ata breshkagjin të Italisë. Ne italianë kemi patur uzbeqar dashur shqiptar. Familja ime ka pat mi 60. Ata lidhin bukë si qenë. Disa të spionazhit nuk u vjen mirë për Pilinçi. Po Pilinçi ka një mision që as më shkon ndërmend për asë njeri. Unë kam erë për komin tim, për vendin tim. Unë kam erë për ju shqiptar. Kam erë për amanetet që kam parë me sytë e mi. Pra dashur shqiptar, zgjon.